Përshëndetje të nderuar miq. Sonte pranë jush do të sjell një histori shumë të rëndë, që bëhet fjalë për historinë e Valbonës, një vajzë jetime e cila nuk pati kur fat në jetë. Në fshatrat e thella të Mirditës, ku malet janë të mbuluara me të borë, dimri mbush hajrin me një heshtje të thellë, jeton Valbona. Ajo është një vajzë e bukur, e mençur por fatkeqësisht jetime. E rritur pa nënën dhe baban, e vetme dhe e brisht. Valbona ka mësuar të përballon jetën me forcën që ka trashëguar nga zemra e saj e fuqishme, edhe pse shpesh vuante nën peshën e mospërfilljes dhe zemërimit të atyre që nuk e njihnin dhimbjen që mbante në shpirtin e saj. Një ditë pas shumë mundimesh dhe ditësh të errta, Valbona njoftoi Gjinin, një djalë nga fshati i afërt. Ai ishte një djalë i ndershëm, i fortë dhe i respektuar nga të gjithë. Ai kishte një shpirt të mirë dhe në sytë e tij Valbona gjeti dritën që kishte kërkuar për aq gjatë. Ata u dashuruan shpejt dhe gjithçka dukej se do të shkonte mirë mes tyre. Dashuria e tyre ishte e thjeshtë por e thellë, një dashuri që lulëzoi në zemrat e të dyve, duke u bërë një ngushëllim i bukur për jetën e saj të ngarkuar. Por pas çdo ngjyre të bukur ka edhe hijet e saj. Nëna e Gjinit, një grua e ashpër dhe e ftohtë, nuk e priti kur mirë këtë lidhje. Për të, Valbona ishte një vajzë e thjeshtë, jetime dhe pa emër, dhe kjo nuk mund të kishte një vend në familjen e saj të nderuar. Ajo e urrente me shpirt, e shihte si një kërcënim për dinjitetin e familjes së saj, dhe urrente më shumë se çdo gjë tjetër. Një ditë kur Gjini nuk ishte në shtëpi, nëna e tij, me zemërimin e mbushur në shpirt, u përpoq të detyronte Valbonën të largohej. Ajo e goditi dhe e shau duke i thënë fjalë që rënonin shpirtin e vajzës. Ti nuk je e denjë për djalin tim, je një e huaj. Ti nuk ke asnjë të drejtë këtu, i tha ajo. Valbona e thyer nga sulmet dhe fjalët e ashpra i tha asaj me lot në sy. Unë e dua djalin tuaj, dhe ai më do mua, më beso. Por kjo nuk ishte mjaftueshme për nënën e Gjinit. Ajo e shikoi me përbuzje dhe i tha, nëse vdekja vjen për ty, do t'ishte më mirë për të gjithë. Ti je vetëm një jetime dhe jeta jote nuk ka vend më këtu. Të gjithë ditët që pasuan, Valbona e kaloi në dhunën dhe përbuzjen e nënës së Gjinit. Çdo ditë më e thyer, çdo ditë më e dëshpëruar. Por dashuria që ajo kishte për Gjinin ishte aq e fortë sa që ajo ende mbante shpresë, duke shpresuar se ai do ta mbronte, që do ta ndihmoj të kaloj këtë ferë që e kishin bërë jetën. Por çdo herë që Gjini ishte aty, ajo përpiqej të mbante dhimbjen për vete, duke shmangur çdo përplasje mes tyre. Një ditë pas një tjetër përplasje të dhimbshme me nënën e tij, Valbona iku. Nuk kishte më mundësi tjetër për të. Ajo e dinte se dashuria e saj për Gjinin nuk mund të ishte mjaftueshme për të ndryshuar gjithçka, por dhimbja që e mbante në shpirt ishte aq e thellë, sa që ishte pamundur të shihte më dritë. Ajo shkoi larg pa një fjalë të fundit për Gjinin, sepse zemra e saj ishte thyer edhe shpresa ishte shuar. Gjini nuk e dinte se çfarë ndodhi. Kur më në fund mori vesh për largimin e saj, ishte tepër vonë. Ai e kishte dashur Valbonën me gjithë zemër, por ishte i verbër ndaj asaj që ajo kalonte. Nënën e tij e kishte dërmuar çdo mundësi që ata të ishin të lumtur së bashku. Në momentet e fundit në sytë e Valbonës, ajo pa që dashuria e saj për Gjinin nuk ishte mjaftueshme për të shpëtuar atë që kishte ndodhur. Ata të dy kishin ndarë për shkak të urrëties dhe ligësisë së nënës së Gjinit, që urrente aq shumë Valbonën dhe gjithçka që ja përfaqësonte.
Në jetën e saj ajo mbajti gjithmonë kujtime të dashurisë që kishte pasur me Gjinin. Një dashuri të pafund që nuk kishte asnjë shans për të mbjetuar në një botë kaq të egër. Dhe kështu, ajo mbeti një kujtim i thjeshtë dhe e dhimbshme, një kujtim që do të jetonte përgjithmonë në zemrën e saj, ndërsa Gjini vazhdoi jetën duke menduar për atë që kishte humbur për shkak të një dashurie të thyer. Është kjo historia e Valbonës. Shumica e zonjave nuk din të kuptojnë që jetimi është fëmijë i Zotit, edhe të jetimi mos vër kur dorë, se do dëmtohesh edhe më shumë. E dëmton veten tënde, e dëmton ardhmërinë tënde, e dëmton mirësinë tënde. Dhe kjo gjë e bëri që Valbona të largohej, por u largua koklart, u largua me zemër të madhe, sepse ajo nuk bëri kur dëm në atë familje. Përpos që dha respekt, dha dashuri, dha vlerësime për ato njerëz nuk e deshën kur dhe gjithmonë e lënduan. E lënduan këtë vajzë të gjore cila diti vetëm të buzëqesh. E lënduan këtë vajzë të gjore cila diti të dhuroj vetëm emocion. Dhe e lënduan këtë vajzë të gjore cila diti vetëm të dashuroj, pa kushte. Jetimi nuk ka nevojë për lukse, jetimi nuk ka nevojë për makina, jetimi nuk ka nevojë për shtëpi, jetimi ka nevojë vetëm për një gjë, atë dashurinë, atë që i ka munguar gjatë gjithë jetës, atë që e ka ndruar dhe nuk e ka marrur kur. Por kush do ta besonte një jetim, ato të cilët nuk e kanë përjetuar kur një gjë të tillë. Ne jetojmë me faktin që kur e pëson e beson, dhe realisht kështu është jeta. Asnjëherë nuk mund ta kuptosh një njeriu nëse ti nuk i ndjen gjërat siç i ndjen ai. Dhe për këtë pikë, sot Valbona jeton më jashtë shtetit, duke rimarr veten e saj, duke rimarr jetën e saj nga fillimi, por shumë e rëndë për të, shumë e vështirë për të dhe shumë e pakapshme për të, por ajo jetën do ta vazhdon me dashurinë më të madhe, me gëzimin më të madh, sepse ajo ka hecur gjithmonë me hymër të Zotit, me shpresën e Zotit për të realizuar ëndrat edhe dëshirat e saj. Këto lloj historish të japin mendimin që të kuptosh në këtë botë, mos e trajto botën sikur të ishte e jotja. Në këtë botë mos e trajto botën sikur të ishte një gjë personale, por nderoje njeriu, sepse gjëja më e shtrenjtë në këtë botë është njeriu. Është ai për të cilin ti po lufton që të shohësh çdo fytyrë të lumtur. Ne do të takojmë me histori të tjera. Ju na ndiqni me subscribe.